Ja, mirëmëngjes. Çfarë po na Jemi mungonte? rikthyer. Po ju mungonte të shndronit Kjo performanca kështu. Kjo po ju mungonte. I be Franci. Po ti çfarë mendon se shikoj unë Molada gjatë kohës? Prandaj ishin tirë ti. Po patjetër. Prandaj Ustaj e kam edhe francisht jam mirëmëngjes. Po prisa të zgjastin edhe një çik ato çupën. Nëse okay. Ja mbaroj, kaq ishte. Iku. Mos ma përpuro me të ftuarit. Na, po. Se kështu bën për herë. Jemi tek startupi, te një rubrikë që frymëzon të rinjt për të hedhur ato idetë e tyre inovatore në treg dhe gjithashtu për të shpjeguar startupin e Samanta Gjepalit. Mirëmëngjes Samanta. Mirëmëngjes Samanta, është kënaqësi të kemi këtu. Si ka lindur ideja e Kaktu dhe një shpjegim të përgjithshëm se çfarë ofron si aplikacion. Vetëm të lutem pak më afër mikrofonit që Kaktu dëgjohesh më mirë. Nuk po dëgjojmë një sekond. Kaktu. Okej. Kaktu sjell për herë të parë në treg një treg të unifikuar të pronave. Pra, Kaktu bën mbledhjen e të gjithë pronave apo listimeve që janë në web në një sistem të vetëm. E gjitha kjo lindi nga problemi i të mos pasurit një sistem apo një ambient ku ti mund të shohësh të gjithë panoramën e gjerë të pronave. Pra, ky është problemi që ne iniciuam si ide dhe më pas të konceptuam. Problemi që solli zgjidhjen me Kaktu. Po sa vite keni? Sa vite keni që jeni në treg? Diku te 4-5 vite. 4-5 vite. Po. Okej. Është 4-5 vite që operon, është online si platformë. 4-5 vite që kemi nisur si ide, pastaj në 2024 punuam më shumë për të nxjerrë aplikacionin dhe sistemin online. Tani e keni vetëm në iOS dhe është falas shkarkimi i tij si aplikacion? Po, është falas, gjithë falas. Mund të kenë akses të gjithë, pra të gjithë njerëzit që duan të marrin informacione mbi pronën. E sqarojmë edhe pak emrin se jam shumë kurioze. Kur e dëgjova në fillim, më shkonte mendja kaktus ose shkurtimi diçka e tjetër. Po në fakt është Kaktu. Po. Çfarë kërkon e gjen këtu? Vila, prona të ndryshme. Bravo, shumë e bukur. Domethënë keni vlerësimet e mia maksimale e yjet. Francën e kemi shumë të apasionuar pas përdorimit të fjalëve shqip. Kështu që vlerëson akoma më shumë emrin e aplikacionit, pastaj kur të bëhet një përdorues i rregullt, do vlerësoj edhe shërbimin e aplikacionit. Veçanërisht tani sepse edhe un jam duke kërkuar shtëpi. Po, si nisi Franci kërkimin për një shtëpi? Si e nis? Ai linku i parë që më del në Google për shembull për të kërkuar shkruan shtëpi me qira edhe çfarë i dele para. Do të futesh në Google, kërkon shtëpi me qira dhe shet çfarë të dele para. Po, por tani gjë që nuk ekzistonte më përpara, besoj e keni edhe ju tek aplikacioni juaj, janë të ndara me zona, ti mund të bësh kërkime të detajuara dhe kjo mua më duket një gjë veçanërisht e mirë, që njerëzit mos rrinë të lodhen për të gjetur atë gjën që duan. Po, por për të parë më me detaje, ti do futesh në faqe të ndryshme apo agjenci të ndryshme. Dhe më pas për të parë krahasimin, për të parë a e kam parë më para këtë pronën, sa edhe kam parë, ku është fix ky si location, a mund të gjej një pronë tjetër të ngjashme me këtë pronë. Gjithë këtë gjë ta zgjidh Kaktu. Okej. Dhe mund të shkruash edhe preferencat, pra gjithë kriteret e tua, dhe të del pastaj vetëm për ato çfarë ti do të gjesh, jo një kërkim i përgjithshëm me çmime maramonce. Nuk futesh në disa faqe, domethënë Kaktu redukton kohën, thjesht sjell një më shpejt rezultatin që ti kërkon, domethënë. Kaktu është i lidhur ngushtë edhe me AI. Çfarë bën konkretisht në këtë platformë AI? AI është ai që i mbledh pronat, është ai që i organizon, që i pastron nga duplikatat, sepse shumë prona janë të duplikuara dhe i organizon, pastaj i strukturon në një grup të vetëm, që është Kaktu. Okej, nuk ndahet inteligjenca artificiale, është kudo. Kam një pyetje Samanta, tani cilat janë kërkimet më të shpeshta që bën njerëzit, sepse ju duhet keni një farë, si thua, sistemi ku mblidhen gjithë ato data. Nga më të ndryshmet. Po shumica, ka shumë njerëz që te kërkojnë për kuriozitet, për të parë pak a shumë tregun, se si janë çmimet në këtë zonë apo varet. Okej, tani cilat janë disa nga risitë që sjell Kaktu ndryshe nga platformat e tjera, nuk e di nëse keni kështu konkurrent në treg. Por risia është kjo që thash, që është e para që sjell një treg të unifikuar, është e vetmja që i mbledh të gjitha bashkë në një vend. Si i gjeni ju pronat? Edhe kërkimin e bën, dhe kërkimi, më fal, është shumë ndryshe nga ai kërkimi tradicional apo bazik që
mund ta gjejmë kudo. Pra, Kaktu heq gjithë ato hapat e panevojshëm që janë te kërkimi bazik në një eksperiencë të vetme që është shumë. Pra heq gjithë ato hallet që ja çojnë Mikaelës pastaj tek ankesa e ditës edhe ne fillojnë më ankohen për cilësinë e ndërtimeve, për qerat, për shpenzimet mujore, për çdo gjë. Pastaj nuk permin ne, pastaj kam një aplikacion për këto, un kam vetëm Instagramin e Premium Channel dhe numrin e telefonit. Samantha, si e bëni ju përzgjedhjen e këtyre apartamenteve ose banesave? Domethënë si arrini të siguroni? Janë sugjerime nga vetë individët që e përdorin aplikacionin? Përveç njerëzve që futen në Kaktu dhe hedhin pronën e tyre, ne mbledhim nga faqet e tjera, pra mbledhim nga agjensitë apo nga faqet e tjera që postojnë njoftimet që janë bërë. Po, njoftimet që janë bërë dhe ne e përpunojmë informacionin dhe nga 2-3 njoftime të një prone, ne zgjedhim atë që është më e saktë për ta shfaqur. Keni pasur ju një rritje në përdoruesit që zgjedhin Kaktu për shembull për ta përdorur gjatë gjithë këtyre viteve? Ka qenë një gjë në rritje si thua? Patjetër, sepse edhe ne kemi qenë në rritje. Domethënë çdo ditë ne mundohemi të përmirësohemi, të shtojmë feature të reja që ta bëj jetën e përdoruesit të kërkimit akoma më të thjeshtë. Edhe ne kemi përmirësime më shumë përdorues nga ana tjetër. A ka qenë thjesht përshtatje, pra njerëzit në Shqipëri janë të ndërgjegjësuar për këtë pjesë, kanë qejf të kenë sa më shumë aplikacione që ja bëjnë jetën më të lehtë? Apo janë skeptik? Mendoj që nëse një platformë sjell zgjidhjen e një problemi, patjetër që do përqafohet nga përdoruesit, sepse redukton kohën, që në fakt shumica e njerëzve nuk e kanë sot, sepse janë të zënë me punë edhe kështu me radhë, më mirë zgjedhin që të klikojnë edhe ta gjejnë menjëherë atë gjë që duan. Samantha, kujt i hyn më shumë në punë? Kush e përdor më shumë aplikacionin? Agjentët imobiliar për të bërë ato ofertat e tyre ndaj individëve apo vetë individi? Shiko, të parët janë kërkuesit që kërkojnë shtëpi për qera apo për të bler, por edhe investitorët apo analistët e tregut duket sikur janë shumë të interesuar për Kaktu, sepse ata mund të bëjnë një analizë nga gjithë platforma, nga gjithë pasqyra që i ofrohet. Pra, mund të bëjnë një analizë të bazuar me fakte, jo thjesht unë mendoj që çmimi këtu është kaq apo ato kanë mund të futen të bëjnë një kërkim dhe shohin çdo gjë. Tani nuk i shpëtojmë dot një pyetje pak si thua një çik larg aplikacionet edhe pse lidhet ekskluzivisht me të. Ti që je pjesë gjithë këto vite e punës me këto pronat edhe kështu me radhë, cili mendon se është faktori kryesor që ka ndikuar në rritjen e qerave, në rritjen e çmimit të shtëpive sot, sepse po ndodh një gjë që nuk ka ndodhur më përpara. Paktën për ne që kemi disa vite në Tiranë kemi parë një çmenduri në një ndryshim drastik. Vështirë të them. Ndoshta përdorimi i pronave për Airbnb? Edhe kjo mund të jetë një gjë. Që poshtojnë shumë turistë. Në fakt tek Kaktu kam vënë re që ka shumë njerëz të huaj që futen dhe kërkojnë për të parë sa janë çmimet e pronave në Bregdet apo në Jug. Një gjë që ofron dhe Kaktuja. Pra, të huaj mund të futen dhe të shohin thjesht më trego prona në Bregdet apo në Jug dhe shohin gjithë grupimin e pronave, nuk është se duhet futen. Janë edhe të ndara me zona se ku kërkojnë më shumë? Përveç janë të ndara me zona, Tirana. Tirana kërkojnë më shumë nga të huaj. Tirana dhe Jugu. Saranda, Vlora. Këto janë qytetet kryesore. Ndërkohë çfarë ndodh me përdoruesit më të shpesh të aplikacionit? Intereson më shumë për blerje apo për të marrë me qira një banesë? Vështirë ta ndaj në fakt, po ka edhe për të dyja rastet, janë të shumtë. Pra ecim paralel si kërkesa. Ndoshta dhe thjesht kërkojnë thjesht për kuriozitet, unë nuk e di fiks ta ndaj. Jo, mendova mos keni statistika që bëni një matje se kush kërkesa më e lartë. Tani unë do ta shkarkoj më një herë Kaktu sepse më duhet o njerëz, më duhet të gjej shtëpi. Po duhet ti e fikse momentin që faleminderit sepse do më reduktosh vërtet shumë kohë, do ta gjej më një herë ato gjërat ato që kërkoj unë edhe dash zoti gjej një shtëpi shumë të mirë edhe me pak lekë ore. Se na duhet. Samantha, shumë faleminderit. Ju ec në mbar edhe je gjithmonë e mirëpritur për këto risitë që keni me Kaktu dhe jo vetëm. Shikoj sa i bukur që nga aplikacioni. Shumë i bukur, bravo Nada. Real estate, shikoj. Edhe i bukur. Kemi te kamera? Po. Ja ta shkarkojmë, get. Shkarkojeni njerëz. Sa do bashkuar edhe një tjetër përdorues. Okej. Vlerësimi që nga me 5 yje, bravo. Ju ecë të mbar. Shumë mbar sot dhe gjithë të mirat. Ja, e morëm vesh edhe se ku duhet të kërkojmë në mënyrë shumë të shpejtë informacione për shtëpitë. Nëse keni ndërmend të blini ose të merrni me qira, kudo.
Ky ishte startupi ditës, ne shkëputemi me një këngë dhe rikthehemi për ta mbyllur me fituesit e quizit për ditën e sotme. Pak kemi ore. Hajde.